A është vërtet misterioze kometa Atlas që ka hyrë në sistemin tonë diellor? Ajo është thjesht një komet normale, si hynë shumë kometa në sistemin diellor, dalin, normalisht kanë një shpejtësi shumë madhe, por veçantia e 3i Atlasit është që ajo është e rrallë. Janë objekte të rralla. Oumuamua, 3i Atlasi dhe një objekt tjetër, 3 objekte janë gjetur deri më sot që kanë hyrë në sistemin diellor. Por në të ardhmen, me teleskopët që janë bërë sot do bëhen, ne do shohim me 10 objekte që hynë në sistemin diellor dhe që dalin normalisht në sistemin diellor. Domethënë, sistemi diellor lëviz në përhapësirë në cilën lëvizin shumë gur, asteroidë dhe kometa. Dhe patjetër që do hyjnë do dalin me 10, qindra e mijëra objekte në çdo moment. A janë të rrezikshëm këto për tokën? Këto janë çdo objekt që hyn në sistemin diellor është i rrezikshëm se mund të ketë trajektore drejt me tokën dhe mund të përplaset. Këto janë shkëmbim të mëdhenj, dhe janë shumë të rrezikshëm. Por është shumë e vogël mundësia që to të bien në tokë. Pse flitet që kjo është një anije kozmike e dërguar nga UFO-t? Sepse është një ngjarje që ndodh rrallë. Sot për sot, rrallë herë gjenden bur, kometa, asteroid që vinë nga jashtë sistemit diellor. Por me teleskopin që kemi sot, edhe që do ndërtohen në të ardhmen, ne do gjejmë gjithmonë më shumë nga këto burësh. Dhe do bëhen ngjarje të zakonshme. Nëse një ngjarje bëhet e zakonshme, atëherë aty nuk ka më mister. Kur janë të rralla, ngjarjet janë me mister. Siç kanë qenë eklipset ose rastet e veçanta.